Nuk jemi larkë në aspektin e të shkruarit të dispozitave ligjore apo të parafrimit të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Jemi shumë afër, ashtu siç e tha dhe Zoja Ballanca, ne jemi larkë apo disi larkë në respektimin e atyre të drejtave të shkruara. Nëse ne do t'i vendosim thjesht në letër, në vitin 2017, me lejoni që të bëj një parantezë, u ndryshua kodi i procedurës penale. Dhe deri në nga vitin 1994 deri në vitin 2017 kishim një sistem që në letër ishte akuzator, por që realisht ishte inkvizitor. Në vitin 2017 u zbatua dhe u ndryshua komplet kodi i procedurës penale për sa i përket një mungesë të inkvizicionit dhe u vendos që është komplet akuzator. U prezentua për herë të parë letra e të drejtave të pandehurit dhe në momentin që një personi i ndryshon cilësia dhe merr cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime, i vendosen në dispozicion letra e të drejtave dhe një sër të drejtash të tjera procedurale që ai ka. Por sa i zbatohen këto në rastin konkret, këtu le për të dëshiruar. Le për të dëshiruar jo vetëm në prokuroritë e rretheve që janë prokurori të largëta, por edhe në prokurorinë e kryeqytetit apo prokurorinë e Durrësit apo ndonjëherë edhe në prokurorinë e posaçme. Mos ta harrojmë rastin e zotit Qyno për shembull, që ka qenë një nga rastet më të gazetarit, që ka qenë një nga rastet më skandaloze, thritet si person që ka dieni, mbahet në zyrë dhe hiqet në mënyrë të paligjshme liria dhe më pas shkohet bëhet kërkesë në gjykat dhe gjithë historia tjetër. Pra, kur një gazetari të njohur, apo edhe të panjohur qoftë, i shkelen të drejtat nga prokuroria e posaçme, imagjinoni se çfarë do të bëhen në prokuroritë apo në policitë gjyqësore të rretheve më të larta të kryeqytetit.